Shqipëria Mallështore është koalicioni që demokratët arritën të bindin 25 parti të tjera për të formuar të koalicion me bazë të gjerë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sali Berisha mbron vendimin për të dhuruar 8 mandate deputetësh për partitë aleate. Për të këto 26 parti përfaqësojnë 1/3 e elektoratit shqiptar. Pjesë e koalicionit do të jetë Shpëtimi Idrizi, kryetari i PD-s. Idrizi do të ketë një deputet. Më herët PD-ja mbylli bisedimet me Partinë e Lirisë, e cila do të ketë 4 deputet në pjesën e sigurt të listës për deputet. Mandat të sigurt kanë për Ilir Metën, Tedi Blushin, Erisa Xhixhën dhe Edmond Haxhinaston. Një koalicion shumë i mirë u bë. Natyrisht, në këtë koalicion vërtet PD ka dhënë 8 vende në listat e garantuara, por demokratët dhe mbështetësit tanë duhet të dinë se këto 26 parti në tërësinë e tyre përfaqësojnë herë edhe 1/3 e elektoratit shqiptar, pavarësisht se të marra vetëm as janë parti modeste në votat e tyre, por të marra së bashku ka një elektorat, qindra mijëra votash. Unë u them se kjo është një fitore vërtet e Aleancës për Shqipërinë Mallështore, ndaj edhe përshëndes sot dhe garantoj se është në përputhje me statutin e partisë, sekundër përcaktime statutore për kuotat e vajzave dhe grave në listat e mbyllura të hapura dhe për kuotat e të rinjve në të dyja palët e listave janë e prore ndaj gjithçka e tjetër për listat e PD-s, u shpreh ndër të tjera kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha.